Çfarë ndodh nëse pini vaj ulliri çdo mëngjes esëll? Do befasoheni. Vaji i ullirit është të cilësuar prej kohësh si një super ushqim që mund të ndihmojë të jetoni më gjatë kur konsumohet si pjesë e një diete të shëndetshme ushqimore. Tani, një studim i ri sugjeron se vaji i ullirit mund të ulët gjithashtu riskun e problemeve të demencës. Studimi, kryer nga studiuesit e Harvardit, vijnë në kohën kur shumë vende po përballen me një rritje të sëmundjeve të Alzheimerit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe formave të tjera që shkakton demenca. Sipas studimeve, përdorimi i vajit të ullirit në vend të yndyrnave si margarina dhe majoneza komerciale mund të zvogëlojnë riskun e humbjes së jetës nga demenca. Demenca përfshin një sër kushtesh që ndikojnë në kujtesë dhe në aftësi të tjera mendore të mjaftueshme për të ndikuar në jetën e përditshme. Kushtet shkaktohen nga ndryshimet fizike në tru, kur sëmundja e Alzheimerit është lloji më i zakonshëm. Në studimin e parë për të hetuar marrëdhënien midis dietës dhe humbjes së jetës lidhur me demencën, shkencëtarët analizuan pyetësorët dietik dhe të dhënat e humbjes së jetës në më shumë se 90.000 qytetarë amerikan gjatë 3 dekadave. Ata zbuluan se ata persona që konsumonin më shumë se një gjysmë lugë vaj ulliri çdo ditë kishin një risk 28% më të ulët për të humbur jetën nga demenca, krahasuar me ata persona që kurrë ose rrallë nuk e përdornin vajin e ullirit. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale për organizmin. Njihet për efektet e tij pozitive që shkojnë nëpërtej trupit dhe mendjes. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vajit të ullirit në dietën tuaj. Vaji i ullirit është një aleat shumë i mirë i shëndetit tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit është një nga përbërësit thelbësor në shumë produkte të ndryshme kozmetike. Redukton skuqjen e intjen dhe ngadalëson gjithashtu shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Vaji i ullirit ndihmon gjithashtu në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se një dietë e cila është e pasur me vaj ulliri ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 persona morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi një lugë e gjedhë vaj ulliri çdo ditë i ndihmoi ata në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vaji i ullirit është një element pozitiv gjithashtu i shëndetit tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata persona që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit është një aleat i vërtetë i shëndetit të kockave. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim shumë i mirë i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden me shumicë tek vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht edhe nga problemet e artritit. Vaji i ullirit është një aleat i mirë organizmit edhe në zvogëlimin e inflamacioneve. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega 3 do të zvogëlojë inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kështu nga problemet e inflamacioneve. Vaji i ullirit është një aleat i mirë i organizmit edhe për shëndetin tuaj të zorrës. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë edhe ulçër. Ndaj, vaji i ullirit është të provuar se lufton bakterie të dëmtuese, disa prej të cilave janë të dëmshme edhe ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri çdo ditë mund të shkatërrojë bakteriet e dëmshme në më pak se 14 ditë. Kështu, shtimi i këtij vaji në dietën tuaj do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në parandalimin e komplikacioneve
dhe jo vetëm. Vaji i ullirit është lëngu natyral i frutave të ullirit. Marrja e vajit të ullirit çdo ditë mund t'ju ndihmojë në menaxhimin më të mirë të peshës suaj. Ajo mund të kontrollojë nivelet e sheqerit në trup, të lehtësojë depresionin, të mbajë funksionet njohëse nën kontroll dhe të lehtësojë gjithashtu edhe sëmundjet kronike. Zgjedhja e vajit të ullirit të shëndetshëm në dietën tuaj mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të trupit. Gjithashtu, ekspertët thonë se yndyrnat dietike të vajit të ullirit janë të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit. Jo vetëm që vaji i ullirit bën shijen e ushqimeve më të mirë, por siguron edhe energjinë e duhur për shumë aspekte të shëndetit. Yndyrnat e tij ndihmojnë në thithjen më të mirë të vitaminave, përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën D, vitaminën E, gjithashtu dhe vitaminën K. Kështu që ato mund të përdoren për trupin tuaj. Yndyrnat janë të rëndësishme jetike për të mirëmbajtur membranat qelizore dhe për të lehtësuar komplikacionet. Fenolikët e vajit të ullirit kanë në veti të mira antioksiduese dhe antiinflamatore, të cilat kontribuojnë gjithashtu në përfitimet më të mira ushqyese në zvogëlimin e inflamacioneve kronike që mund të kontribuojnë në probleme të tilla siç janë radikalet e lira, sëmundja e Alzheimerit, madje edhe probleme të ndryshme që shkakton mbipesha. Antioksidantët kryesorë të vajit të ullirit, siç është oleokantal, kanë karakteristika unike antiinflamatore, të cilat mund të ndihmojnë në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të shëndetit tuaj. Antioksidantët kryesorë të vajit të ullirit, sipas studimeve të botuar në gazetën ndërkombëtare të shkencave molekulare në vitin 2014, janë mjaft të rëndësishme në parandalimin e efekteve të radikaleve të lira në trup. Vaji i ullirit është një aleat i mirë i organizmit edhe në betejën kundër problemeve të depresionit. Nëse jeni në depresion, një lugë gjelle vaji i ullirit mund t'ju ndihmojë ndjeshëm në këtë aspekt. Truri juaj është i përbërë nga 60% yndyrë, që përbëhet kryesisht edhe nga acide yndyrore të pangopura, omega-3, gjithashtu dhe omega-6. Yndyrnat omega kontrollojnë zhvillimin dhe funksionin e trurit dhe shoqërohen me shumë çrregullime të humorit. Në vitin 2018 nga Franca, botuar në Frontiers in Psychology, shqyrtoi rolin e acideve yndyrore të pangopura në efektet e tij gjithashtu në pikëllimin e trurit siç janë ankthi dhe depresioni. Studimet zbuluan se nivelet të ulta të acideve yndyrore kishin një efekt negativ në sjellje që lidheshin me gjendje shpirtërore dhe yndyrnat e sugjeruar nga polineri të pangopura që mund të jenë të dobishme në trajtimin e çrregullimeve neuropsikiatrike. Vaji i ullirit ndihmon në fuqinë e shëndetit të kujtesës. Marrja e rregullt e vajit të ullirit në dietën tuaj mund të kontribuojë gjithashtu edhe në zvogëlimin e riskut të humbjes së kujtesës. Humbja progresive e kujtesës lidhet gjithashtu me sëmundjen e Alzheimerit, që është një çrregullim i pakthyer i lidhur me moshën. Një studim hulumtoi edhe shoqërimin e komponentëve fenolik të vajit të ullirit dhe parandalimin ose vonesën e Alzheimerit. Studiuesit raportuan se konsumi i vajit të ullirit çoi në përmirësimin e mësimit dhe kujtesës dhe gjithashtu në kthimin e mosfunksioneve të lidhura me moshën. Gazeta e vitit 2018 botuar në Annals of Clinical and Translational Neurology arriti në përfundimin se vaji i ullirit ekstra i virgjër mund të ndihmojë në mbrojtjen e indeve të trurit kundër substancave toksike që mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit dhe se vaji i ullirit mund të jetë një terapi shumë e vlefshme në parandalimin ose lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Vaji i ullirit është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona që kanë probleme me diabetin. Efektet e vajit të ullirit vlerësohen edhe në një studim të vitit 2015 duke përdorur 25 lëndë të shëndetshme. Sipas botimit në Nutrition on Diabetes në vitin 2015, studiuesit zbuluan se 2 orë pas vaktit, grupi që kishte konsumuar vaj ulliri kishte ndjeshëm më të ulët nivelin e glukozës në trupin e tyre dhe përmirësim më të mirë të lipideve. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.